Jemi me librin Lexoj dhe testohem, me ushtrim e ndihmëse për abetaren. Në faqen 18, ushtrimi 7 ka kërkesën: formo fjalë vetëm me këto shkronja. Janë dhënë shkronjat, unë i kam shkruar në tabel. Me anë të këtyre shkronjave, fëmijët duhet të formojnë sa më shumë fjalë. Çfarë duhet të shpjegojë fëmijëve në fillim përpara se të fillojnë punën? Këtu kemi shkronjën më të madhe dhe më të vogël. Kjo do të thotë që fëmia do përdor të dyja shkronjat, edhe të madhen edhe të voglën, atje ku duhet. Edhe pse fëmia akoma nuk ka mësuar asnjë nga gramatika sepse është shumë herët, te disa fjalit e para që ata marrin abetare, dalin emra të njerëzve ose të kafshëve dhe ata shohin që janë me shkronjë të madhe. Dhe mësuesit u ja shpjegojnë se këto fjalë shkruhen me shkronjë të madhe, shkronja e parë e tyre është e madhe. Prandaj, gjatë kohës që do formoj fjalë, fëmia do shikoj që emrat e njerëzve ose ndonjë emër kafshe do përdor shkronjën më të madhe. Ushtrimi është i tillë që shkronjat mund të përsëriten, sepse nuk e kemi kusht aty. Atëherë, nga shkronjat nga fjalët e para që formojnë fëmijët janë rrokjet e thjeshta, të cilat janë dhe fjalë njëkohësisht. Fjala m dhe i, mi, është rrokje, por është dhe fjalë, tregon miun, mi në trajtën e pashquar. Atëherë shkruan. Fjalë tjetër, përsëri e shkurtër që është dhe rrokje dhe shkronjë. Ra, ra diku rrëzua. Një fjalë tjetër e shkurtër, im. M-a-m-i ose ma-ma. Tani do përdorim shkronjën e madhe. Do mundohemi të gjejmë emra njerëzish. M-i-r-i. M-i-r-a. M-a-r-a. Kemi dhe shumë emra të tjerë të cilët fëmijët që janë më të shkathët dhe fëmijët të cilët e vrasin pak më shumë mendjen ose kanë më shumë fjalor, arrin dhe i gjejnë. Është Mimi, M-I-M-I, ose M-A-R-I-A, Maria, që është emër pak më i gjatë. Po të përpiqen mund të gjejnë dhe emra të tjerë. Një fjalë tjetër është Rima, por shumë prej tyre nuk e njohin, nuk e din. Dikush edhe mund ta ketë dëgjuar. Megjithatë, e rëndësishme është që në këtë rast fëmia të përdor përveç fjalëve që kanë kuptim, duhet të përdor dhe shkronjën e madhe atje ku duhet.